Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Dita sot nisi me këto petulla pambuk të buta me qumësht, janë kaq të thjeshta në përgatitje, të mbuta dhe nuk përthithin as pak vaj. Mund t'i shoqëroni me çfarë të keni dëshirë, si me të ëmbla ashtu edhe me të kripura. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një enë dështojmë 100 ml ujë, 100 ml qumësht, 1 lugë gjelle maja, 1 lugë çaji sheqer, e cila aktivizon majan. Nëse dëshironi të shmangni sheqerin, mund ta zëvendësoni me 1 lugë çaji mjalt. Masën do ta përziejmë shumë mirë derisa të tretet disi majaja. Dështojmë 2 vezë dhe do vazhdojmë ta përziejmë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Dështoj masën e miellit rreth 500 gram, mund ta shtoni pak e nga pak duke parë më sy edhe masën, pak krip dhe do ta punojmë brumin me dorë derisa të na formohet kjo masë që do t'tregohet në video. Brumi është gati, duhet të jetë i butë, por jo i ngjitur, pra të punohet lehtë me duar. Do ta lëm të pushojë për rreth 1 orë, sa më shumë të pushojnë aq më të mira bëhen. Nëse dëshironi mund ta përgatisni edhe në darkë vonë, në mbrëmje vonë dhe në mëngjes e keni gati. Dhe pasi ka pushuar 1 orë në tavolinën e punës, dështojmë pak miell. Brumin do shihni që pasi ka pushuar është bërë pak i ngjitur, por mos u shqetësoni. Mund të shtoni pak miell gjatë punimit të tij dhe do ta keni ashtu si duhet. Pasi e kemi ndarë në pjesë të barabarta, do të formojmë këto kuleçkat, kështu si tregohet në video, duke vendosur pak miell poshtë në mënyrë që të mos na ngjisin. Dhe do t'i mbulojmë me një pecetë të pambukut në mënyrë që të mos thahen dhe do t'i lëm të pushojnë edhe për 15 minuta në ambient të ngrohtë. Pasi janë gati, një e nga një, do t'i formojmë në këtë mënyrë duke i hapur edhe me ndihmën e duarve dhe do t'i skuqim në vaj të bollshëm. Vaj duhet të shtoni shumë në tigan, por mos u shqetësoni sepse nuk përthithin pikë vaji dhe këtë do ta besoni pasi ti provoni. Pas skuqjes i keni gati për t'i konsumuar. Bëhen kaq të mira, të buta, gjithashtu mund t'i konsumoni edhe për vakte të tjera. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos dilni pa bërë like dhe pa lënë përshtypjen tuaj në koment. Unë ju falenderoj që më ndiqni dhe bashkë do dëgjohemi në recetën e radhës.